sot këtu në këtë hapësirë e cila tashmë është transformu si një hapësirë multifunksionale. Pra këtu kemi kriju pjesë për treg të makinave që dojmë me bajt prej pozitës tash kur është atje për rrugës për Kosovë në zonën industriale, pra do të bartet këtu tregu i makinave, po ashtu edhe tregu i dryve që tash jemi në kërkim për një lokacion tjetër rreth zonës të Gollakut, mirë po deri në pikën kur e caktojmë lokacionin tjetër, do ta shfrytëzojmë këtë zonë këtu për tregun e dryve, pra që të kemi edhe këtë organizum. Po ashtu e kemi hapësinën tjetër e cila poligoni për autoshkollë që shfrytëzohet tek stacioni i autobusëve, edhe ai do të bartet në këtë zonë këtu, dhe e katërta që përdoret kjo gjatë javës kur nuk është treg, përdoret për park and ride, pra me parku edhe me udhëtu, pra si pjesë e procesit tonë të transformimit edhe të mobilitetit në kryeqytet, ku të gjithë udhëtarët që vinë prej zonave të Llapit apo prej gjitha zonave të fshatrave të kësaj ane munden me u parku këtu edhe me shfrytëzu transportin urban, pra pa pare, pa pagesë, pra ajo pagesa e cila përdoret për parking transformohet në kartel ditore, pra për shfrytëzim të trafikut urban. Pra janë këto 4 elemente të cilat me këtë hapësinë këtu na e lehtësojnë proceset në kryeqytet, edhe si e tillë kompania publike jonë, kompania Gjelbër, do të jetë në menaxhment të këtyne hapësirave, derisa normal ndërmarrim masa të tjera në zhvillimin edhe transformimin e kryeqytetit.